shkrumbon shtëpinë, humbin jetën nën e birë si pasojë asfiksisë, ndërsa vajza e familjes dërgohet në gjendje të rëndë në Tiranë. Avokatët bojkotojnë gjyqet për 5 ditë, vendimi vjen pas arrestimit kolegut të tyre në Elbasan. Ulian Bajrami u kallëzua nga prokurori për kërcënim. Prokuroria e Tiranës çon për gjykim 20 në punës me akuzën e shpërdorimit të detyrës, abuzuan me fondet për fermerët, kallëzimi u bë nga Ministria e Bujqësisë. Përshëndetje nderuar teleshikues, ky është edicioni informativ i lajmeve këtu në televizionin kombëtar Vision Plus. Një tragjedi e rëndë u shënua në Maliq, ku zjarri i rënë në një banesë shkaktoi 2 viktima. Një grua dhe djali i saj 14 vjeç kanë humbur jetën si pasojë e asfiksisë, ndërsa vajza e mitur e familjes u dërgua në spital në Tiranë ku ndodhet në gjendje kritike. Dyshohet se zjarri u shkaktua nga soba që përdorej për ngrohje dhe gatim. Një ngjarje e rëndë tronditi këtë të diel Maliqin, ku nën e birë humbën jetën tragjikisht, si pasojë e një zjarri që përfshiu banesën e tyre. Viktimat janë Merjeme Azizllari dhe djali i saj 14 vjeçar, të cilët nuk arritën të dilnin në kohë nga shtëpia e përfshirë nga flakët. Ishte shërbimi zjarfikës që i nxori jashtë, por duket se nëna për shkak të asfiksisë kishte humbur jetën, ndërsa djali ndroi jetë në spitalin e Korçës. Në momentin e zjarrit në shtëpi ndodhej edhe vajza 6 vjeçare e familjes, e cila mori plagë të shumta nga zjarri dhe u transportua me urgjencë drejt Tiranës për trajtim mjekësor më të specializuar. Burimi nga Spitali i Korçës bën me dije se gjendja e saj shëndetësore është kritike për shkak të djegjeve në trup. Banorët rrëthyen momentin kur panë se shtëpia e familjes Azizllari ishte djegur plotësisht dhe mësuan për tragedinë e rëndë që kishte ndodhur. Dhe kur dola, kur shkoja fëmija qante në obor, tash një Allah me memi që e ka lënë fëmijë të qaj, tash unë, kur vete unë qartë të shikoj ishte shkrum pizi ishte, thres të kom shumë këtu, shikju që ndodhi dhe kjo orimi, tash unë pa hajtë nuk e shikoj do qa ka ndodhur, hajtë shikoj e vetë, kur vajtëm atje qartë të shikonim, pasaj ra derës me kembë kjo orimi, hymë atje, neve të roqëm djalin për kembë që doli për jashta, atje ishte shkrum. Asa që kësi binte lesh nuk e do të dashi nuk e mbledh do të bete më ka zënë zemrë që vdiqja. Po nëna e fëmijëve ku ishte? Po ne nuk e dini, pastaj ku na erdhi policia dhe thanë që është brenda. Pa nuk e pam në brenda, po ta kishim pashën trequr dhe atë. Po bashkëshorti Ishte në punë ishte 4 herë, ajmërua me erdhi aq suri kokën me dorë. Të shikoj fëmijët, thoshte fëmijët i mori ambulanca i thanë. Sipas dëshmive të fqinjve, e mitura mundi të shpëtoi pasi u hodh nga dritarja, duke arritur të dalë jashtë në momentin e fundit. Aty ajo ka një krevat me syngjera aty dhe ata fëmijët trazonin zjarrin. Dhe rën zjarri aty, djegur syngjeri dhe në bazë të asaj pasaj dihet që po botym syngjeri s'ka flak, vetëm tymben. Dhe vajza parë dhe u hedhur nga dritarja vajza. Vajza hedhur nga dritarja, kurse ata të dy kishin tym, nuk mundet të delnin. Vajzën e shpëtovi, doli një zonjë aty, e shpëtovi ajo. Kurse djali ishte mbaruar dhe di emër gjatë. I binte derës vajza. Vajza i binte derës. I binte me shjelma, i binte një gjithë këtil i binte. Digjon kjo komshia, del dhe komshia tjetër. Dhe pastaj arritin që aty ku kanë arritur. Mësohet se të dy fëmijët ishin me aftësi të kufizuara, madje djali 14 vjeçar i familjes Azizllari trajtohej me kemp. Shkaqet e zjarrit tragjik nuk janë zbardhur ende plotësisht, por dyshohet se flakët nisën nga soba me dru që përdorej edhe për gatim. Dhoma Kombëtare e Avokatisë njoftoi bojkotin në të gjitha nivelet për 5 ditë, duke filluar nga e hëna. Vendimi vjen si protestë pas arrestimit të avokatit Ulian Bajrami në Elbasan, i cili u kallëzua nga prokurori se kishte kërcënuar në sallën e gjyqit. Pas arrestimit të avokatit Ulian Bajrami, akuzuar se ka kanosur prokurorin Gjergj Ceka, Komiteti Drejtues i Dhomës së Avokatisë së Shqipërisë ka vendosur të hyjë në bojkot 5 ditar. Nga 20 deri më 25 tetor, avokatët nuk do të marrin pjesë në asnjë proces në të gjitha nivelet, përfshirë edhe gjykatën kushtetuese.
Bllokimin nëpërmjet bojkotit të gjitha proceseve penale, si në hetim dhe në gjykim, në të gjitha shkallët, përfshi edhe proceset në gjykatën kushtetuese për datat 20 tetor deri në 25 tetor. Përjashtohen nga efektet e këtij vendimi pjesëmarrja në çështje penale me objekt caktimi, ndryshimi, zëvendësimi dhe shuarje të masave të sigurimit. Mos pjesëmarrja avokatëve në proceset penale, si në hetim dhe gjykim në datat e mësipërme është arsye objektive për shtyrjen e proceseve gjyqësore. Në deklaratën zyrtare, Komiteti Drejtues i Dhomës Avokatisë të Shqipërisë ka kërkuar reagim urgjent nga Inspektori i Lartë i Drejtësisë, Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe Këshilli i Lartë i Prokurorisë për të shërtuar sa më shpejt këtë rast. Komiteti Drejtues kërkon angazhim urgjent dhe me përgjegjësi për shqyrtimin e kësaj çështjeje nga ana e Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Dhoma Avokatisë ka sqaruar se mungesa e avokatëve gjatë kësaj periudhe do të konsiderohet arsye objektive për shtyrjen e seancave gjyqësore, ndërkohë çdo avokat që nuk respekton vendimin e bojkotit rrezikon të shkim disiplinor me pasojë që përfshin pezullimin ose heqjen e licencës për ushtrimin e profesionit. Përplasja mes avokatit Ulian Bajrami dhe prokurorit Gjergj Ceka u shënua 2 ditë më parë gjatë seancës për konfirmimin e masave të sigurisë për 14 personat e arrestuar më 13 tetor në një lokal në Elbasan. Bajrami tha se provat e paraqitura nga prokurori Gjergj Ceka ishin të falsifikuara. Pas përfundimit të seancës, prokurori bëri kallëzim në policinë e Elbasanit për kanosje, ndërsa avokati u shoqërua dhe më pas u vu në pranga, por ai mohoi të kishte kërcënuar prokurorin në sallën e gjyqit. Prokuroria e Tiranës ka marrë të pandehur 20 punonjës të Ministrisë së Bujqësisë të akuzuar për shpërdorim detyre. Ata dyshohen se kanë abuzuar me fondet për fermerët. Bëhet fjalë për para që duhet të shkonin për blerjen e gjedhve, luftimin e parazitëve në bujqësi dhe sistemin e monitorimit të hidrovoreve me kamera. Në ndyshimet se kanë shpërdoruar detyrën, 20 në punës publik u morën të pandehur nga Prokuroria e Tiranës për fondet e Ministrisë së Bujqësisë që duhet të shkonin fermerëve në zona të ndryshme të vendit. Hetimet nisën pas kallëzimit të bërë nga vetë institucioni, pas auditimit të kontrollit të lartë të shtetit për 7 procedura prokurimi, të zhvilluara kryesisht me negocim pa shpallje. Fondi i vendosur në dispozicion ishte 525 milion lek në total, pa TVSH. Procedurat për të cilat u konstatuan shkelje kishin të bënin me prokurimet për shpenzime mbrojtje e bimësh dhe luftimi parazitëve në bujqësi, për blerje e pajisjesh për shërbimin veterinar, motocikleta, kaska, veshje, doreza dhe çanta, blerje e kafshësh të llojit gjedh për dëmshpërblimin e fermerëve të dëmtuar nga dermatoza nodulare e gjedhit, si dhe për sistemin e monitorimit me kamera për hidrovoret. Vision Plus ka siguruar emrat e 20 funksionarëve publik, të cilët prokuroria e dyshon se kanë shkelur ligjin, duke kryer një testim fiktiv të tregut. Ata rrezikojnë deri në 7 vjet heqje lirie nëse gjykata i shpall fajtor. Kryeministri Edi Rama dha sot lajmin se brenda vitit 2030 të gjitha institucionet e drejtësisë do të jenë në godina të reja. Përmirësimi i infrastrukturës sipas tij do të rrisë performancën. Lidhur me aksionin për lirimin e hapësirave publike, Rama tha se zonat e çliruara do t'i nënshtrohen rikonceptimit urban. Qeveria do të marrë përsipër rikonstruktimin e plot të godinave të drejtësisë. Në episodin e radhës të podcastit Flasim, Kryeministri Edi Rama lajmëroi se ka ardhur koha për një transformim të plot të infrastrukturës së sistemit të drejtësisë. Po themi dobësinë e madhe në administrimin e infrastrukturës, në projektimin e infrastrukturës, në transformimin e infrastrukturës. Transformimi i infrastrukturës, transformimi i godinave pa projekte të besueshme është mision i pamundur. Përfundimisht kemi vendosur që edhe këtë mision ta marrim përsipër vet. Dhe në Shqipërinë 2030 të kemi një infrastrukturë tërësisht të transformuar të godinave drejtësisë, sepse nuk mund të vazhdojmë me arna, nuk mund të vazhdojmë me hapësira dhe me mjedise gjykatash e prokurorish janë shumë larg sqenie dinjitoze, nuk mund të vazhdojmë më me ushtësira që pastaj përkthehen edhe në një performancë që lë shumë për dëshiruar. Kreu i qeverisë u ndal dhe tek aksioni për lirimin e hapësirave publike, duke cilësuar si një operacion kirurgjikal për vendin, që do të vijojë deri në pastrimin e plot. Është një operacion i cili do të vazhdojë në mënyrë kirurgjikale në çdo pjesë të
organizmit urban të vendit, në çdo pjesë të organizmit urban të kryeqytetit. Dhe do të pastrohet çdo pjesë e prekur nga këta qiban të patolerueshëm. Kryeministri u shpreh se qeveria zotohet për të marrë përsipër çdo mision, që do t'i ofrojë vendit një jetesë dinjitoze në nivelet e vendeve anëtare të Unionit. Mjekët i bëjnë apel grave dhe vajzave të mos neglizhojnë kontrollet për të kapur në kohë kancerin e gjirit. Sipas bluzave të bardha, rastet me kancer janë shtuar, ndërsa sëmundja po prek gjithnjë e më shumë moshat e reja. Ndërsa numri grave që përballen me kancerin e gjirit po rritet çdo vit e më shumë, diagnostikimi nëpërmjet protokolleve të rregullta mjekësore është mënyra më e sigurt për të zbuluar sëmundje në faza të hershme. Mamografia mbetet ekzaminimi kryesor për gratë të moshës mbi 40 vjeç dhe gjatë muajit tetor numri kontrolleve është ndjeshëm më i lartë. Vetëm pranë Poliklinikës Qendrore në Tiranë kryhen rreth 70 mamografi në ditë. Muaji tetor është ai muaj që ka më shumë, le të themi, ka numrin më të madh të pacientëve që vinë dhe bëjnë depistimin, pra kontrollin për kancerin e gjirit. Numri është shumë i lartë në raport me muajt e tjerë, domethënë, shumë herë më i lartë. Brenda një dite ne realizojmë rreth 60 apo 70 mamografi. Edhe pse ndërgjegjësimi për kryerjen e mamografive është rritur vitet e fundit, sërish gjatë muajve të tjerë të vitit, numri grave që i drejtojnë qendrave shëndetësore mbetet i ulët. Kemi një ndërgjegjësim më të lartë dhe për zonat që janë zona më thella dhe rurale, përveç se zonave qytetare që më parë, le të themi, ishin skeptik apo nuk ishin le të themi, sikleti por ajo që ka vëmë re ndër vite që ndërgjegjësimi i zonave rurale është më i lartë në vitet e fundit. Në muajt e tjerë ajo që vë re që le të themi numri që vinë ose pacientët që vinë është shumë më i ulët vetëm në rastet kur kemi një indikacion klinik. Por kanceri i gjirit prek edhe meshkujt, ku vetëm gjatë vitit të 2024 u regjistruan 14 raste të reja. Imazheristi Gulien Paloka thotë se mënyra e ekzaminimit është e njëjtë. Ekzaminimi për meshkujt, për sa i përket kancer gjit, është i njëjtë si tek femrat. Do thënë, protokollet ekzaminues janë eko mame dhe mamografi. Kështu që është e vërtet, rastet janë shumë më të rralla të meshkujt, por që kemi edhe meshkujt që fatkeqësisht dalin me kancer gjiri. Ka evidentuar diçka, një informacion, ka prekur diçka dhe është drejtuar, le të themi, protokolleve pastaj nga, le të themi, mjeku i familjes apo onkologu, pastaj është dhënë për të bërë ekzaminim. Shërbimi i kryerjes së mamografisë ofrohet falas gjatë gjithë vitit në 16 poliklinika dhe spitalet në të gjithë vendin, si dhe në 2 njësitë e lëvizshme të mamografisë. Policia e Tiranës sekuestroi 10 kg kanabis sativa. Në pranga përfunduan 2 persona, Shaban Haka dhe Ilir Topalli, të cilët u arrestuan në aksin rrugor Nikël Fushkruj. Policia i prangosi në flagrant duke transportuar me automjet 2 thas me kanabis sativa. Po ashtu, në format blu sekuestruan një armë gjahu pa leje, një automjet dhe 3 aparat celular. Edhe pse euro po këmbehet në minimumin historik, Fondi Monetar Ndërkombëtar thekson se kursi duhet vijojë në regjim të lirë. Kursi i këmbimit duhet lejohet të përshtatet më fleksibël ndaj zhvillimeve të tregut, ndërsa ndërhyrjet e Bankës Qendrore duhet të mbeten një mjet në funksion të përmbushjes së mandatit primar, atit të stabilitetit të çmimeve dhe për të zbutur luhatjet që burojnë nga faktor spekulativ, thanë përfaqësuesit e FMN-s gjatë një takimi me guvernatorin Gent Sejko dhe ministrin e financave Petrit Malaj. Nga ana tjetër, Sejko u shpreh se rritja ekonomike e Shqipërisë do të jetë e qëndrueshme dhe se inflacioni do të arrijë nivelin objektiv në 2026. Ndërsa ministri Malaj u ndal te turizmi duke nënvizuar objektivin që deri në vitin 2030 të gjenerohen 6.6 miliardë euro të ardhura vjetore nga rritja e kësaj industrie. Pavarësisht numrit të lartë të vizitorëve në Pogradec, turistët preferojnë më tepër qëndrime ditore në qytetin liqenor. Operatorët kërkojnë mbështetje me qëllim që të huaj ta zgjedhin si destinacion disa ditor për të pushuar.
Pogradeci konsiderohet si një qytet tranzit për vizitorët dhe shumë rrallë është bërë pjesë e paketave turistike disa ditore që ofrojnë agjensit. Për ta ndryshuar këtë fenomen në qytetin liqenor u mbajt një takim me Unionin Turistik Shqiptar dhe përfaqësues të agjensive, të cilave ju kërkuar që Pogradeci të përfshihet në këto paketa në mënyrë që të rriten net qëndrimet e të huajve. Pogradeci mos e kemi më të fundjavë i periudhën e dimrit, po të jetë i mbushur gjatë gjithë ditëve të vitit. Kështu që besoj që në takim ne morëm disa mësime se si duhet të bëj bashkia vetë, po morëm edhe premtime nga operatorët turistik që do na mbështesin. Do të ofrojmë një paket spako minimumi dhe 2 net ose 3 net qëndrimi në Pogradec, sepse deri tash në fakt keq, është në shkaluar Pogradeci, ose ajo që ka qenë le të themi pjesë e kujtave tona ka qenë një drek i Pogradec. Me atraksionet që ka potenciale, mund të ishte një ndër 5-6 destinacionet brenda Shqipërisë më të preferuar. Kujtim Dervishi nga shoqeta e restoranteve dhe bujtinave shqiptare u shpreh se Pogradecit i ka munguar vëmendja e qeverisë dhe Ministrisë së Turizmit për të zhvilluar më tej turizmin në këtë qytet. Unë mendoj që Ministri i Ardhshëm duhet patjetër këtë takim që neve bëmë sot me operatorët turistik, ministri duhet të vej theksin këtyre takimeve, duhet vi pikërisht në këto vende, në këto rrethe që kanë turizëm, por nuk e kanë të zhvilluar. Kështu që është e domosdoshme që bashkëpunim me pushtetin vendor, qeveria shqiptare duhet vej dorë ke ky qytet i cili ka atraksione pafund. Unioni Turistik Shqiptar synon që në 2027 të shfrytëzojë aeroportin e Ohrit për të sjellë turistë organizuar me charter. Një kompani polake dhe çeke, të cilat sjellin turistë në Ohër, domethënë ka shumë vite që operojnë, dhe ne kemi negociuar që t'i kalojmë një pjesë tyre t'i kalojmë në Ohër, domethënë chartera do vinë në aeroportin e Ohrit sepse nuk ka Pogradeci aeroport. Për periudhën janar-gusht 2025, numri i turistëve që janë akomoduar në hotelet e Pogradecit arriti në 95.528 persona. Nga këta 18.314 janë turistë të huaj, ose thënë ndryshe 6.000 më shumë se viti 2024. 14 të rinj kanë zgjedhur të studiojnë në bachelor për gjuhën e shenjave. Ky program i hapur për herë të parë vjen i ndërthurur me gjuhën shqipe, atë angleze dhe franceze. Anisa Ramazani dhe Daniel Nozli janë ndër studentët e parë që ndjekin programin e ri të studimit Gjuhë frënge dhe gjuhë e shenjave shqipe në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja. Ata e shohin këtë deks një mundësi unike për të afruar më shumë në botën e komunikimit pa barriera. Sot unë jam pjesë e universitetit në një degë cila është shumë e përshtatshme për ne, gjuhë frënge e gjuhë shenjash. Mendoj që ndihem e barabartë si bashkëmoshatarët e mi dhe shpresoj shumë që të ardhmen të jem një mësuese shumë e mirë për fëmijët që nuk dëgjojnë. Në Shqipëri nuk ka qenë asnjëherë mundësia për të rinj që nuk dëgjojnë, të cilët të ndiqnin universitetin. Dhe unë mendoj që ka ndryshuar shumë edhe qasja që është drejt edukimit e njerëzve që nuk dëgjojnë. Unë ndihem shumë i lumtur, sepse më përpara të rinj që nuk dëgjojnë nuk kanë pasur mundësi që të ndjekin universitetin dhe unë dëshiroj shumë që në të ardhmen të punoj si mësues. Po, unë jam i punësuar part-time dhe kryesisht në orarin e mbasditës. Pas një pune kërkimore dhe përgatitore që ka zgjatur rreth 3 vjet, ky laborator përkthehet sot si risi për arsimin shqiptar. Ai synon të nxjisë gjithëpërfshirjen dhe të krijojë ura komunikimi. Kam patur mundësinë pra që për herë të parë të mbarojnë gjimnazin dhe rrjedhimisht të futeshin në një program të tillë studimi. Shumë emocionues do toja unë për gjithë pedagogët që japin mësim këtu, por nga ana institucionale dhe për ato përmbushjen e misionit që duhet ketë arsimi i lartë pra për të qenë sa më gjithëpërfshirës dhe që komunikimi si i gjuhëve natyrore ashtu dhe i gjuhës shenjave, e cila tashmë njihet nga Këshilli i Evropës si gjuhë, të ketë një sukses sa më të madh. Në këtë program do të studiojnë për herë të parë 14 student me një kurrikull që ndërthur gjuhën shqipe, franceze dhe angleze. Ky bashkëpunim mes Ministrisë së Arsimit, Shoqatës Kombëtare Shqiptare të Njerëzve që nuk dëgjojnë dhe Agjencisë Kombëtare të Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit lindi nga nevoja reale e tregut të punës për interpret profesionist të gjuhës së shenjave.
Inteligjenca artificiale dhe teknologjia po udhëheqin në shumë mënyrën se si nxënësit mësojnë dhe krijojnë në shkollë. Në gjimnazin Qemal Stafa, kjo lidhje mes dijes dhe inovacionit është bërë e prekshme përmes një projekti interesant, ndërtim të një roboti që rrëfen historinë e shkollës. Ky robot, i cili vjen në moton Koha takon kodin, sjell në jetë historinë përmes inovacionit dhe kreativitetit të nxënësve. Projekti që është realizuar është projekti Koha takon kodin dhe është një rrugëtim historik i Gjimnazit Qemal Stafa ku ndërthuret tradita 100 vjeçare e tij me të ardhmen që brezi sot aspiron të ketë dhe ku teknologjia dhe aq më tepër inteligjenca artificiale ka një rol shumë të rëndësishëm në procesin e mësimdhënies dhe në atë çfarë globalisht kërkohet. Projekti në bashkëpunim me nxënës të gjimnazit Ibrahim Rugova ka ngjallur interes të madh duke u kthyer në shembullin se si e shkuara dhe e ardhmja mund të bashkëjetojnë. Për nxënësit, me sa duket, teknologjia nuk është vetëm argëtim, por një mënyrë për të mësuar më shumë, për të zbuluar dhe për të shprehur potencialin e tyre. Kryeqyteti mirëpriti sot atlet nga 58 shtete të ndryshme. Në maratonën e Tiranës këtë vit morën pjesë 100 sportistë. Gara u zhvillua në 4 kategori: maratona e plot 42 km, gjysmë maratona 21 km, 10 km fun run dhe vrapimi dedikuar për familjar, amator dhe persona me aftësi ndryshe. Në kategorinë e meshkujve fitues u shpallën kenjanët Benart Kripotic, i ndjekur nga Derek Shek dhe Shedra Kipto. Dy të parët u shpërblyen me nga 5.000 euro, ndërsa gjithsej u ndan 24 çmime në të 4 kategoritë. Edhe për femra, në disiplinën e 42 kilometrave dominuan sportistët nga Kenya. Itinerari i maratonës përfshiu disa nga zonat më të njohura të kryeqytetit, si sheshi Nën Tereza, bulevardi Dëshmorët e Kombit, sheshi Skënderbej, bulevardi Zogu i Parë, si dhe rrugët e Tursit e Kavajës. I kategorisë meshkuj Witu. Kjo ishte gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion informativ. Falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë ndajemi këtu.